Mirëmëngjes dhe mirë se erdhët në ditën e një mami me një fëmijë 9 ditësh. 9 ditësh. Atëherë Kian dhe Stefan I kam lënë në krevat, po flejnë. Zakonisht Kian flej në krevatin e tij sepse mësojmë që të flej në krevatin e tij veçmas. Por në mëngjes zakonisht kur I jap atë ushqimin e fundit nga ora 6 e marr te krevati im edhe flejmë aty përqafojmë të dy që edhe t'i jap pa ngrohtësi, plus që edhe flemë qetë dhe flemë gjatë, pastaj deri nga ora 9-10. Kështu që e kem krijuar si rutinë këtë gjë. Unë jam zgjuar aman sepse kisha shumë qumër, sepse Kiani nuk ishte pirë aq shumë gjatë natës, edhe më duhet ta pompoja në mënyrë që ta stimuloj gjoksin që të vazhdoj të prodhoj edhe më shumë qumësh, plus që më duhet sepse Stefani shkon xhiro me djalin, unë akoma nuk dal nga shtëpia, dhe besoj nuk do dal as edhe një javë, që të rikuperojmë tamam, të markon e dur, mos të nxitoj, dhe I bush këto biberonkat, pastaj merr ai edhe atë pjesën që ngro shishet, edhe I mbush biberonkat unë dhe ata dalin shëtitje të dy, dhe nëse Kiani do të pi, ja jep Stefani me biberon, kështu që gjithmonë në frigorifer I le 2 shishka, se mund të jem në dush dhe pastaj e dini ju që fëmijët e vegjël nuk presin, nga tani e duan tani dhe fillojnë edhe ulërasin. Kështu që gjithmonë Stefani ka lem 2 shishe në frigorifer që të jenë gati, pra në frigorifer qumshti nënës mund të shkojë deri në 72 orë, pra për 3 ditë, kurse nëse e lem në ambient të hapur deri në 6 orë. Kështu që funksionon. Gjëja e parë që bëjmë kur zgjohem në mëngjes është që të marr një hekur nga humbja e madhe e gjakut në sallën e operimit. Vlerat e mia të hekurit janë shumë të ulta, kështu që gjithmonë e nisim me këtë. Mirë që ta pim me vitamin C për të shkojmë në skan. Këto hapjet e hekurit treten më mirë kur pihen me vitamin C. Kështu që edhe pa produkte qumshti. Kështu që e piqem në mëngjes dhe mund të haqa të dua për mëngjesin pastaj. Unë vazhdoj të marr edhe këto vitaminat e shtatzanis. Janë vetëm pozitive, nuk kanë asnjë arsye pse mos të merren. Zakonisht thotë edhe në përpaketime që merren deri në 3 apo 6 muaj pas lindjes. Kështu që të vazhdoj të marr vitaminat, me që po ushqej edhe djalin, pse jo. Kështu që janë një kokër dhe një kapsul. Dhe gjëja tjetër që marr janë vitamina për flokët me biotin dhe me kreatin. Kështu që këto janë rutina ime mëngjesit. Si të mbaroj pompimi e kam graduar për 30 minuta, është 22. Kjo pompa nuk e di njerëz më ka shtuar, shiko. Fusni këtu dhe mund të bëni çfarë të doni me duar, sepse pompa që kisha marrë në farmaci, se ja kam treguar në një blog tjetër, njërë që ishte shumë e dhimbshme, po ishte edhe me kabull, duhet të rria aty afër te divani, në mënyrë që të funksiononte dhe kishte edhe disa shishe që vareshin kështu dhe duhet të rrie fiks në pozicionin e tyre, sepse për ndryshe mund biste vakum, ishte shumë e shëmtuar edhe ja sugjeroj shumë këtë pompën që po përdor, po ja o le këtu screenshotin. Nuk është pompa si e këtyre firmave me emër, se nuk duhet tani të përmend, Mom Cozy. Besoj që Mom Cozy është shumë e mirë po ishte, nuk e di se sa, dhe shkuam pastaj edhe te një dyqan babysh, dhe vetëm për një gjoks ishte 280 euro. Thashun, okay, unë nuk është se pompoj aq shumë, duke qenë se një fëmijë kam, edhe ai atë gjithkohës në gjik, këtë e pompoj vetëm që të kem një rezervë për Stefanin, ku që mora në Amazon për 90 euro për të 2 gjokset, dhe bën një punë fantastike. Ja, kur të mbaroj 30 minutë që do t'ja u tregoj se sa kam mbledhur. Pastaj do të lahem dhe do bëhem njeri. Edhe do ndrohem, do vishem, do bëm gati, që kur të jetë të zgjuar çunat, unë jam okay. Atëherë, t'ja u tregoj pak ka që kam mbetur deri tani, barku I shtatzanis. Plagën e kam akoma këtu si të fryrë, si të entur.
por duket që është normale dhe njerëz unë mendoj që këmbën më janë dobësuar. Shikoni më përpara po bashkoheshin këtu. Kurse tani është një hapësirë. Kështu që jam dobësuar gjatë shtatzanis në anë të tjera dhe kam marrë vetëm barkun që ishte gjigant. Po më mbaroj dhe Kiani ka pirë, prandaj ka shumë pak, por unë doja që t'i boshoja gjokset edhe të shkoja rehat në dush. Ja. Se akoma është dita e 8, nuk është se kam shumë, por tani ndihem shumë mirë edhe qumshti ka filluar që të bëhet i bardhë, tani nuk është më i verë. Kështu që po e hedh këtu, po e fun frigorifer dhe shkojmë të bëjmë dush. Para se të hy në dush, o zoti ma sa keq që më kam, pastrova dhe që kuzhinën, që më zuket aq keq, edhe tani jam gati për në dush. Gjëja e parë që do bëjmë, do lajmë djalin, kam hedhur pak qumësht gjoksi këtu. Okay, do lajmë. Do ndrojmë dhe robat. Ndërkohë që unë ushqej djalin, Shtefani po përgatit mëngjesin, edhe pak a shumë kjo është rutina jonë. Djali do ulet pastaj aty, edhe ne do ham mëngjesin. Mbase kështu japim edhe idenë që do ham, domethënë mëngjesi apo ushqimi hahet gjithmonë në tavolinë bashkë. Babi po shkon të blej me djalin në supermarket, ndërkohë që mami do pushoj pak. Nalia, iku baby. Ora është 12 edhe Shtefani e mori Kianin dhe do shkojnë në supermarket që të bëjnë edhe një xhiro. Dje ka filluar Shtefani me xhiro me djalin që kanë dalë për ecje. Po sot duke qenë se ka pak më të limituar kohën se do shkoj te berberi, e mori me që po shkon në supermarket, e mori dhe djalin në supermarket. Ndërkohë që unë po shtrihem pak të qetësohem, se nata si duket ka qenë pak e vështirë, sepse mua sot nuk e di sikur më fliet çik më shumë. Kështu që me që Shtefani e mori djalin dhe do jem pasoj për një gjysmëore, 40 minuta, unë po përfitoj edhe po shtrihem të qetësohem pak dhe pastaj besoj unë do kujdesem për djalin, Shtefani do gatuaj apo unë do gatuaj ndonjë gjë të thjeshtë që mos rri shumë kohë në këmbë, se akoma jam shumë mirë, po në këmbë nuk rri dot shumë gjatë akoma. Edhe iku gjysma e ditës, ora 12, apo jo, ai në orën 9 të zgjua 3 orë kanë ikur, më duket sikur është gjysma e ditës, sepse ndodh ka shumë gjëra në 3 orë. Unë ushtriva pak më parë që fjeta, domethënë pasi ushqeva djalin dhe hëngrëm mëngjes në të dy, unë ndjeva që sikur nuk isha shumë mirë, kështu që Shtefani mori djalin, i dha edhe pak me shishe me biberon për të pirë, sepse duke qenë se unë kisha pompuar, edhe djali donte prap të pinte, nuk mori sa duhet nga gjoksi im, kështu që i dham një nga shishet që kisha pompuar. Pastaj Shtefani, siç më tha, e kishte ndërruar djalin sepse kishte pasur nevojë, edhe ishte edhe, domethënë,
erdhi në gjumë në krahët e Stefanit, pastaj erdhi u përkëdhel pak me mua këtu në gjoksin tim dhe Stefani pastaj ma mori nga gjoksi. Ishte shumë mirë këtu i pozicionuar, po tha, s'ka gjë tani ma jep se do shkojmë të blejmë në supermarket gjëra, edhe thash, okej, po ai po fle dhe nuk doja që ta zgjoja, po ki ani kur fle, është në një botë më vete, mere, bëj çfarë të duash, prap do fle. Kështu. Unë po përfitoj tani që të çlodhe. Shikoni çfarë na ka gatuar Stefani sot. Makar. Prit. S'ke mbaruar, okej, prit se do na shërbej dhe bukur. Çfarë ke gatuar sot? Na shpjego pak. Pula me champignons, Kërpudha? me qep, me Perime. pasta. Perime. Perime. Lumshin duart. Ti nuk e di kur është mirë. Po duket e mirë ajo. Besoj që e mirë është, ja ta provoj. Shumë e mirë. Lumshin duart. Ora është 2:01 e kam paketuar këtu tek bluza djali që t'i kem duar çik të lira për të bërë diçka për të ngrënë. I kam dhënë për të pirë, e kam vërdallisur mirë, po nuk po qetësohet, kështu që ndonjëherë këtë bluzkën këtu që rri kaq ngushtë pas trupit tim i pëlqen shumë, kështu që shpresoj që është edhe rasti sot. Unë po bëj një snacks me avokado, me domate, limon, sepse kam shumë uri. Edhe kam shkuar që po hanja disa budalliqe dhe thash, jo, do haj diçka të mirë se na duhet për qumshtin. Kështu që avokado është një super ushqim me super vlera. Sa më limët që t'jetë e mundur. Okeano kapetan, se por i mërzitur. Sa këngë keni krijuar ju mamat kur keni pasur bebat e vegjël? E gjeve të time duke krijuar disa rjeshta kot më kot. Do një rimojnë, do një nuk rimojnë, por përshkruajnë situatën ku ndodhen. Edhe uria gjatë gjithë dhënies, oh my god. Mund të haj gjithë kohës, gjithë frigoriferin. Edhe prapë në ngopën. Nuk e di se thonë jo, po kur ke gjithë dhëniet do të pësojsh më shpejt dhe shkon më shpejt në trupin tënd. Me kaq sa ha unë, dyshoj. Gjithsesi t'ja lëm në kohë, në dorë kohës, për momentin është më e rëndësishëm djali, është më e rëndësishëm që të kem sa më shumë qumësht, që t'ja mbylloj nevojat, edhe trupin më vonë. Pra qka se shumë nga barku ka ikur, besoj që mund t'jem në peshën e më pashme, ose mund t'jem base 2 kile. Unë gjithë shtatë zanin mora 8 kile, 4 kile ishte vetëm ky, ka këqypi. Mirë po, nuk jam peshuar. Dhe nuk e di se sa jam. Tjerë dhe pak limon këtyre, avokado, domate dhe limon. Krip.
faj edhe voilà. Kemi një snacks edhe të shishëm edhe të shëndetshëm. Kiani nuk është e të fare zhurmat, hap qarë sirtaj të duash, mbyll qarë sirtaj të duash, luaj qka loje të duash. Kiani është shumë këshill për sa i përket zhurmave. Edhe neve në fakt i kemi hapur muzikë, i kemi hapur përduaj se çdo gjë që të mësohet me zhurmat që mos trembe pasaj sa herë që të kujgjon vjen një njeri apo dëgjon një zhurmë. Pak hudër në duhet. Unë do të bëja pa hudër, po pak. Bukët e thekura që janë dhe të shëndetshme, janë për tekur. E kjo dhe si për pastën. Duhet kësha vire edhe në që qepo për toba. Ora është 6. Unë kam bërë pak vlogët që qas me doj bëja që në mëngjes. Ja dolla tani në orën 6 mbas dite që t'i bëja. Se kisha një bashkëpunim shumë të vogël për të xhiruar. Juniori, Kiani u zgjua. Dhe më la derisa ta mbaroja bashkëpunimin fleti shumë i qetë. Tani u zgjua dhe u shqeva pak e kam. Kurse babi Kianit, Stefan, ka ikur tek berberi të presi flokët. Na gatoi ushqimin, ishte shumë i mirë, edhe shumë i shëndetshëm, me shumë perime. Edhe me pull, makaronat jo aq shëndetshme, po tani duhet të mbushim barkun se un kam shumë uri tani nga gjithë dhënia. Edhe njerëz isha shumë e lumtur. Sepse gjatë bashkëpunimit vesha një fund dhe tani më bën. Jemi 9 ditë pas lindjes. Edhe kur më bëri fundi që më mbërthye isha wow. Kemi akoma shumë punë për të bërë. Nuk kemi askund. Barku është i butë. Organet nuk kanë shkuar akoma të gjitha në vend. Po barku është i butë, është akoma i paformuar dhe unë bëj shumë ushtrime frymarrjesh që mi ka mësuar fizioterapistja në mënyrë që të mbyllim atë hapësirën midis muskujve të barkut. Zemër. I bëhet një çik ka gazra në bark edhe përpiqet t'i nxjerrë, është në gjumë dhe shumë jo i qetë. Zemra mami, si të të ndihmoj unë ty? Do bëjmë ca ushtrime këmbësh. Stefani ka ikur tek berberi, unë po merrem me djalin. Edhe është për mua shumë e rëndësishme në fakt që edhe pse jam vetëm në shtëpi, edhe pse jam vetëm mami, të marr pak kohë për veten, edhe të më pëlqej vetja kur dal para pasqyrës, sepse besoj që kjo rrit atë vetë vlerësimin që okay, trupi im ka ndryshuar, jeta ime ka ndryshuar, po të paktën të kem një ngjyrë në fytyrë. Edhe mua më ka ndihmuar shumë që nga
nuk e di, nga dita e 4 e 5 fillova që të bëj rutinën time të mëngjesit, të bëj pak fare make-up, të bëj pak flokët, dhe më ka ndihmuar shumë që mos të ndihem e humbur, mbase unë deri tani nuk e kam ndier depresionin e postpartum ose këto momentet e vështira, dhe mbase edhe kjo gjë më ka ndihmuar se kur dal para pasqyrës nuk shikoj një tjetër njeri, shikoj po të njëjtin Wendy, pak më të ndryshuar, por mendoj që kjo mund të jetë një këshill që edhe juve mund t'ju ndihmonte. Nuk e di nëse kjo më ka ndihmuar, por mendoj që po, sepse ndihem, domethënë edhe kam qejf që kur të më shikoj bashkëshorti, domethënë mos dukem si, nuk e di, e pas tre, të dukem prap pak si njeriu me të cilin ai ran dashuri, pa çka se për atë nuk ka rëndësi tani. Rëndësi ka që ta mbledhim veten, të shërojmë dhe të jetë djalë i mirë, domethënë nuk është se më shikon me atë syrin, kjo pse nuk është rregulluar, se dihet se çfarë po kalojmë. Mirë, po unë e kam të rëndësishme që të bëj diçka me veten time, edhe patjetër që t'i pëlqej edhe atij edhe vetes time radh parë. Okej, ja pushuam tani, kaq e kishim. Do fillojmë prap? Do bëjmë pak ushtrime barku tani. Ndetje, vlogun e ditës së kaluar, si gjithmonë, harrova që ta përfundoja, por nuk bërëm ndonjë gjë, thjesht luajtëm pak me Mario, edhe Stefani u mor me djalin, zakorisht në darkë merret ai, siç po merret edhe tani, edhe Kian i lëshon shumë zhurma bebes, të kënaq. Kështu që doja mos ta mbyllja vlogun ndryshe, por mendova që pse jo do t'ju tregoj se çfarë kam bler në Temu. Kam bler disa gjëra të lezetshme, gjëra edhe për djalin që më duheshin, edhe disa lodra dhe disa gjëra, dhe thash do t'ja u tregoj edhe juve. Po ja u lidhe fotot, po përpiqem, edhe mbas edhe linqet poshtë në description box, e do t'ja u tregoj të gjitha. Atëherë, disa gjëra për shtëpinë. Kur merja kështu për shembull borzilok ose nga këto erzat, gjithmonë më thashin dhe këtu e kemi perfekt sepse këtu hedhim ujin, edhe mund të rrojnë shumë dhe për ta marrë pastaj e hapim këtu. Edhe nxjerrim të freskëta fare këtë peterziljen majdanozin. Unë mora një dhe tani që e pash që funksionon të marr për shembull edhe për borzilokun që unë e përdor shumë edhe për shumë gjëra të tjera. Gjëra tjetër që jam shumë e lumtur që i mora ishte një set. Ishte një set me kështu kuti për të sistemuar sejtaret e ushqimeve. Unë kam treguar në një video më përpara dhe shikoni 6 të tilla. Janë të vogla dhe unë kam vendosur këto pjesën e parave, pjesën e gjërave që nuk janë në sasi shumë të madhe, e vërtet që këtu më duket shumë e sistemuar çdo gjë tani. Çfarë mora tjetër? Gjëra të vogla po shumë të rëndësishme. Për shembull, kur hapim një chips dhe nuk e mbyllim, ato patatinat bëhen të buta dhe shumë të shpifura, dhe unë kam marrë këtë pjesën këtu që është me nxeje, është me karikim, e ndes këtu, edhe pastaj e vendos këtu në mes chipsin, edhe e shtyp, edhe kjo këtu e shkrim, si të thuash, pjesën e plastikës, edhe e ngjit, edhe herë tjetër i ke prapë si të freskëta, gati të sapo hapura chipsin. Gjëja tjetër që mora ishte kjo këtu. Mua më pëlqen shumë latte macchiato ose edhe cappuccino. Por latte macchiato do me thënë unë e bëj edhe vetë në shtëpi, që e rra qumshtin shumë fort derisa të bëhet shkum, dhe i hedh vetëm pak, jo ekspres, po kafe, se ne nuk kemi makineri ekspresi, dhe pastaj për të rrar qumshtin përdor këtë këtu, edhe shumë super sepse dhe qëndron. Edhe ngjyra është super për kuzhinën tonë. Gjëja tjetër që mora është kjo mbajtja për telefonin për në makinë, sepse unë edhe xhiroj në makinë, kështu që do më duhet një ektill që mos ta ve telefonin diku ku të më rrshqasë dhe të më bie siç edhe më ndodh gjithmonë,
Dhe mora këtë këtu, që është shumë nona. Ka marrë këpuc pa tjetër. Një palqizma. Shumë të bukura, janë kamosh, kafe, nuk e kisha këtë ngjyrë. Edhe kanë këtë takën super komfortabël, zinxhirin nga mbrapa dhe me maj që duken shumë klas në këmbë. Të paktën mua shumë duken. Pastaj mora dhe një palë këpucka kështu si zonjushe vërtet që ti vesh me këto këmishkat, me këto fundet e zeza dhe me këmishk. Dhe ja se si duken, shumë të bukura. Do përpiqem t'ja ulej lingjet të gjitha poshtë. Çfarë kemi tjetër? Okej. Produktet për kian. Mora dhe një kështu shport. Një e kishim, po e kemi tek kjo dhoma e ndenjes. Mora dhe këtë që ta kemi tek dhoma e gjumit. Edhe ose këtë tek dhoma e ndenjes, atë te dhoma e gjumit që kemi s'ka rëndësi ka që më duheshe edhe një. Edhe kjo këtu është goxha më e madhe, shumë e butë edhe e mirë. Cilësia është gjëja tjetër që bleva është kjo këtu për në vask, pra për të larë djali, sepse nuk e kisha. Edhe mendova që është thjesht një plastik, do t'i vendosim patjetër ato peshqirat e myselanit, që djali të rri i but. Edhe mendoj që bën shumë mirë punë edhe kjo tek temu. Lojra, kur të rritet edhe pak, kam marrë këtë lojën prej druri, kur të mësoj këto forma geometrike, trekëndshi rrethi, katrori dhe kuboidi. Jo kuboidi. Po. Mirë ka. Pastaj kam marrë edhe një libër kështu me gjërat e detit, me gaforen, me peshqit që bëjnë edhe në zhurmë, me yllin e detit e të tjera. Dhe gjëja e fundit që kam marrë është kjo këtu, që është një tapet i butë, ku t'i ullin fëmijët dhe që të luajnë dhe që mos priten dhe që mos jenë direkt në dysheme. Të zgjasit e ne edhe disa kohë, se Kiani është shumë i vogël, mirë po, e gjeta me qenë shumë të mirë dhe me moster shumë të bukur, me peshq, kërë që e mora. Dhe paka shumë këto janë ditët e mia, zakonisht janë në shtëpi, dorim edhe disa ditë në shtëpi pa dalë, të bëjnë të paktën të kalojnë 2 javë nga operacioni, sepse unë mund të eci, por jo aq mirë akoma. Po ja tregoj, kjo është një ditë pas ditës tjetër, kështu është ka ngelur barku edhe pak. Nuk jemi akoma 2 javë pas lindjes, kështu që jemi shumë okej. Unë po filloj të ndihem pak vetvetja dhe po filloj të shëroj edhe të marr veten. Kështu pra, zgjohemi, pompojmë, bëjmë gati, hambuk, përqafojmë me Kianin, e ushqejmë, përqafojmë prap, flen gjumë, luajmë me burrin, bëjmë të një bashkëpunim gati që e kam pasur që para se të lindi djali dhe jam shumë brapa me bashkëpunimet, edhe kjo është dita ime. Si është dita juaj? Ma shkruani në komente. Ciao!